Jo, përshëndetje, shqipër, mirë se erdhët në video re për gaming. Këtu jena me një lojë se quhet DLC 2025. Edhe këtë po vazhdojna Dream League 2025. Ama kështu ma shkurt i thojnë DLC 2025. Okej, po vazhdojna këtu. Edhe po lujna. Kena me Liverpoolin. Për t'ja u kallzoj këta dritarët e mi. E kena Ronaldo, e kena Kane, Harry Kane, e kena Paikson, s'di që shiko emrin kë, kur se kom pasu gju, e kena Gjoken, Gjoka, ky është Shqipnis, Gjoka, krejt e njojnë, e kena Kesmerio, edhe ky lumë mirë, këto Timothy Vea, këto Sonja, Hysaj, e kena Martinez, Lisandro Martinez, Militao, e kena Akanjin, edhe e kena Onana. Kjo e goalkeeper, në putjerë. Ta e kanë Alissonin si Liverpooli, shiko këta fërte lojtarët. Ok, vazhdojna. E ka topin, si e po këshramin mirë. E ka topin Mohamed Salah, e gjumë të Bradley, shkon të vea ku shke ky Paikson, duke të pason të ik Gjoka shkon të Kesmerio të Harry Kane të Ronaldo edhe të Van Dijk. S'mujti me pasu mirë, shkon të vea, e kap topin, shkon të vea, normal yes, e gjujti Ronaldo edhe jepi gol mrena asoj, mrena boksit, e që shikon mrena asoj kua. Mohamed Salah e ka Paikson, ku shkese po shmirë, Kesmerio e gjumë, Kesmerio e kap topin e gjumë të Emilitao e gjumë të Akanji e gjumë të Emilitao të Martez të Onana shkon dhe shqyton tek të vea dhe e gjumë keq, por shkon Kane edhe e gjumë krejt keq. Shkon Ronaldo të Konejt, edhe ja kap topin, e bon faul, s'ke faul, po nejse Ronaldo e kap topin, shkon Ronaldo, edhe se gjumë të Ronaldo s'më të kap topin, edhe Hysaj. Shkon Hysaj të Ronaldo, Hysaj, faul, free kick, faul, drejtën faul. Karton të verdh për Ryan Gavërdi, s'di se e pat. Hysaj e gjumë për mas, tek Martinez shkon dhe gjumë tek Paikson, për e shkon të Luis Diaz. Mohamed Salah e ka topin, shkon Hysaj dhe e ka topin. Paikson s'munët të bëj asgjë. Ronaldo shkon ky idhi Portugalis dhe e gjumë atje ku ja morën topin. Kane shkon, e kap topin, e driblon, edhe e gjumë të Ronaldo e jep golin e dytë. E pas në arë mja bajzoni. E mirë, ne. Qashtë. E ka topin Soli Piazzi, Robertson, shkon të vea Gakpo, Akanji, Gakpo e gjumë atje, Mats Alisson, këtu ka 2 faula, 3 faula nga Akanji, dhe në fund, do ajo, ku si a jetën, vetëm një faul janë gjetën. Gakpo, shkon atje, Akanji shkon e merë topin, Akanji e kap topin, Selen për ta gjuajtër të Van Dijk e kap topin, Akanji shkon dhe e gjumë jashtë, por me bë corner kick. Dhe tani Akanji e gjumë të Mohamed Salah, jo Akanji po tjetë zëkosh se po e half time tani është. Ja tani është half time, ja Ronaldo ku e bën me dorë, se edhe dhe fillon loja mas 15 minuta pauzë, e kap Kane topin, e ka Tim Kigo, edhe gjumë tek Emilitao, Ronaldo, Emilitao shkon tek Martinez e gjumë apet të Emilitao të Akanji të vea, Kane shkon me këtë top, si Ronaldo dhe
ky ylli Portugalis mund të bëj asgjë për ta marrë topin, e Militao e gjunë të kveja, Kane kop Robertson, Kane shkon atje Van Dijk, ec me topin dhe Xhaka shkon e merr topin. Dhe Mats Alister e kop topin ky djali Sobizias shkon Casemiro edhe ja merr topin edhe bën free kick ku i jepet një karton i verdh dhe Brali Aksendaror pështeve gojnë që tje e kop topin Kane e gjëjtën për timin e Kiku e kop s'ke faul, ai nuk ishte asë një faul vetëm është Tramov ky ishte një faul më duke ja jepen gol dhe shkon e bën celebration Gakpo shkon atje dhe ishte një faul për Ronaldo dhe i jepin një karton të verdh. Kështu shkon Ronaldo me një karton të verdh dhe Militao e gjunë të Casemiro të veja por shkon të Gakpo. Kane e kop, e gjunë atje të këtë veja e gjunë atje dhe e fa penalti. Kjo është një penalti dhe duhet me qenë klasëqisht një penalti e kopin Cristiano Ronaldo se është ylli Portugalis edhe e gjuajnë atje Cristiano dhe e humb penaltin çfarë ylli Portugalis sot luajti keq për këtë penalti por prap e kanë 2-1 për timin Kigu dhe shkon pa Ikso dhe shkon atje pa Ikso e shinon golin e shpyn rjeten dhe jep golin më të mirë në botë. Okej, shkon Alexander Arnold te Endo, shkon Casemiro edhe e shur golin krejt. Shkon Luis Diaz, Martinez te Hysaj, jo si ishte ashtu, Piazzo te Hysaj, ishte një faul rastësisht. Mos I fejnë kjo loj. Nice. Kjo loj në ata që se kemë. Tek Ronaldo e gjunë të Kane shkon dhe e jepa për pak faul ishte. Dhe e gjunë jashtë. Dhe kjo ishte loja. Dhe fitore player of the match është Ronaldo. Edhe këtu del 3-1 për Kigon dhe këtu për Liverpoolin 1. Goal scored 5.000 euro me 153.000 euro. Oh, nice. I morëm dhe këto edhe kjo ishte videoja për sot. E di shqipe ka qenë videoja e shkurtër, por edhe ka qenë e mirë, edhe u kom si film, edhe e di se kom folë shumë ndaj lojës, veç për juve se me kom video interesante. Nëse ju ka pëlqyer videoja, bëni like, subscribe, comment edhe shimin e videon e radhës, shimin, bye bye.